Kush do ta prezantoj festivalin 64? Luana dhe Arbana dorëzojnë platformat, nis garë në radio-televizionin shqiptar. Luana Vjollca mbetet një nga figurat më të angazhuar dhe të dashuar të ekranit shqiptar, edhe pse së fundmi ka zgjedhur të qëndrojë larg skenës televizive. Moderatorja, këngëtarja dhe sipërmarrësja është përqendruar prej kohësh në projekte personale. Së fundmi, Luana ka dorëzuar një platformë zyrtare për të qenë prezantuese e festivalit të 64 të këngës në RTS, një nga eventet më të rëndësishme muzikore të fundvitit. Burime pranë RTS apo thënë kështu radio-televizionit shqiptar kanë konfirmuar gjithashtu se Arbana Osmani ka shprehur interes për të qenë sërish pjesë e këtij festivali, çka krijon një garë të heshtur mes dy moderatorëve më të njohur të ekranit. Në një kohë kur pritet vendimi për festivalin, mbetet për të parë nëse Luana do të rikthehet skenës së madhe përmes radio-televizionit shqiptar apo do të vijojë të ruajë distancën e saj selektive nga televizioni.